E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar hyrje të reja. A pritet sonte në spektaklin e Big Brother VIP Albania të ketë hyrje të re? Dhe sidomos, a pritet sonte që të rikthehet Casey në shtëpi pasi që javën e kaluar në prajmi që hyri Luizeli brenda në shtëpi në natën e shtunë, Casey ishte i pozicionuar në studio. Tani, banorët të cilët largohen me zarfin e zi, le të flasim sipas rregullave të spektaklit, ato banorë nuk janë pjesë edhe e studios. Por, tek Casey, tek reflektimi që ka ndodhur tek Casey, tek ndryshimi që ka ndodhur 360 shkallë tek Casey, vllau i madh siç duket ka lëshuar pak pe dhe ka toleruar disa gjëra që Casey të kthehet në studio, që deri në natën me surprizën të Inës që kishte, Ledioni ja tha që ti e ke të ndaluar të vish në studio shkaku sepse je larguar me zarfin e zi. Tani, Casey hodhi një hap. Ai u rikthye në studio. Është pjesë e studios së Top Channel. Tani pyetja e madhe është kjo: a do të kthehet Casey brenda në shtëpi? Sonte me patjetër që jo. Domethënë, po të kthehet Casey në shtëpi, duhet hapet një televotim nga jashtë. Dhe publiku duhet të vendosë në qoftë se Casey duan që të kthehet apo nuk duan që të kthehet. Në qoftë se publiku vendos nëpërmjet televotimit që Casey të kthehet brenda në shtëpi, me patjetër që Casey do të kthehet sepse është një përzgjedhje nga publiku. Por nga informacioni që unë kam arritur të siguroj, Casey ka bërë biseda me produksionin, domethënë produksioni është në mendimin që duhet të kthen Casey brenda në shtëpi, sepse Casey u përjashtua me pa të drejtë nga që u ndikua nga loja e Inës, për të vazhduar ndjesia mes Casey dhe Inës, për të vazhduar loja e Caseyt dhe për të bërë këtë lojën më interesante dhe për të ballafaquar në formë më interesante. Që Casey do të kthehet në shtëpinë e Big Brotherit, kjo është e padiskutueshme që po. Por nuk është sonte nata që Casey do të troket në atë derë dhe do të hyjë brenda asaj shtëpie. Dhe pritet në prajmet e ardhshme që Casey të kthehet brenda në shtëpi. Unë e di që në momentin që Casey do të kthehet si banor, gjërat do ndryshojnë, loja do ndryshon, rrjedha do ndryshon, do të bëhet gjithçka më e vështirë dhe Casey do të jetë më në qendër të vëmendjes.